Përfaqësuese e Maqedonisë së Veriut sonte në stadiumin e Cardiffit do të përballet me Walesin në ndeshjen e fundit eliminatore për kampionatin botëror 2026. Kjo sfidë pritet të jetë vendimtare, pasi të dyja përfaqësueset do të luftojnë ngushtë për një vend në play-off. Mbi 33.000 tifoz vendas të Walesit do të jenë prezent, që do të thotë se stadiumi do të jetë i stërmbushur, ndërkohë në anën tjetër rreth 700 tifoz nga Maqedonia që kanë udhëtuar do të jenë gjithashtu prezent duke mbështetur ekipin e tyre. Seleksionuesi Blagoja Milevski shprehet i bindur se skuadra e tij është e gatshme për sfidën dhe se lojtarët do të japin maksimumin në këtë ndeshje vendimtare. Jemi të përgatitur për atë që na pret. Kemi një ndeshje që vendos shumë, por mesazhi im për lojtarët është të luajnë me kënaqësi. Walesi është një ekip i fortë dhe me një trajner të shkëlqyer, por të dy formacionet janë pothuajse të njëjtat si në përballjen e parë në Shkup. Jam i bindur se do të japim përgjigjen e duhur dhe do të arrijmë objektivat tonë. Kapiteni Enis Bardhi shprehet i bindur se Maqedonia ka forcën për të përballur me presionin dhe sfidën që e pret, edhe pse atmosfera në Cardiff është e favorshme për vendasit. Po, jemi gati për këtë ndeshje, besoj që është një ndeshje shumë me rëndësi dhe është loja fundit e këtij kualifikimi. Besoj që gjithë jemi gati, shpresoj që të jemi gjithë me shëndet mirë nesër edhe ta vazhdojmë atë rrugë cilën e kemi lënë pa humbje disa ndeshje, domethënë që një vit e gjysmë apo 14 ndeshje pa humbje. Duhet ta shijojmë lojën, duhet të jemi 100% koncentruar dhe besoj që do të kemi rezultate pozitive. Mbetet të shihet nëse kjo sfidë përfundimtare do të sjellë Maqedonisë së Veriut rezultatin e dëshiruar, por përkushtimi dhe vendosmëria e ekipit mbeten një shpresë e madhe për tifozët dhe një mundësi për të shkruar një kapitull të ri në historinë e futbollit vendor.